يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله سبحانه وتعالى آية نvazhdim në surën Al-Imran وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Allah subhanahu wa ta'ala ju ka vërtetuar sahabëve ndihmën e tij në përballjen e sahabëve me mushrikët në luftën e Bedrit. Por në luftën e Uhudit sahabët kanë pas një kundërshtim të një urdhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë e kanë pësu. Minkum men yuridu ad-dunya wa minkum men yuridu al-akhirah. Ka disa për juve njerëzit në përgjithësi që dëshirojnë çështjet e dunjos, kurse disa të tjerë i dëshirojnë çështjet e ahiretit. Kurse specifik disa prej sahabëve në Uhud kanë menuar që fitun muslimanët edhe kanë zbrit me marr diçka prej pjesës së dunjos. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Pastaj ka ndodhur ajo që ka ndodhur muslimanëve dhe Allah subhanahu wa taala ju ka fal gjunahun atyre që kanë gabuar dhe penduar dhe Allah subhanahu wa taala shumë ju bën mirë besimtarëve. إذ تصعدون ولا تلهون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka thirrë përsëri besimtarët edhe ata janë bashkuar rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe për atë që ju ka ndodhur që në mërzit Allah subhanahu wa ta'ala I ka mësua besimtarët dhe sahabët që duhet me ba durim, duhet me ba sabër dhe se Allah subhanahu wa ta'ala din mas miri atë që ne e punojmë. Zbatimi I fjalës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zbatimi I urdhnit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është detyrim për muslimanët. Dhe kushdo që nuk I zbaton urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me pas pasoja. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Ne të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se kushdo që e kundërshton urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ka me godit sprov, ose ka me marrë dënim të madh. Me godit sprov, komentatorët e Kuranit kanë thonë, ka mundësi bjen kufër. Tu kundërshtu pejgamberin sa tu kundërshtu tu mos I zbatue urdhat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tu shupet, tu qit bidate, tu bo kundërshtim me fenë e Allahut, veç kur ta shen një ditë o kafir tu thirr kufër bile. Ose nëse si kap që ka fet një haram,
që me dalë për feje, kretë atëre dalën për suneti dhe banë bidatxhi, ose kanë me marrë dënim të ranë në këtë dunja edhe në botën tjetër. Pse nuk e kanë zbatu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Kërkush nuk ka drejt për muslimanëve me bën ndryshe asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu ka thënë kështu. Kërkush ka drejt me bën ndryshe. Do të më bën që ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një prej shembujve që nëse edhe sahabi me kanë ki mu dënu, edhe më kanë pjesëtari Bedrit e Uhudit, nëse kundërshton urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ki mu dënu. Në betejën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një pjesë të sahabëve, në disa transmetime kanë qenë 50 veta, i ka vendosur me një breg, me një kodër. Dhe thonë, ju keni menet qëto, ne kemi me luftu poshtë. Qka do që bëhet me neve, ju rrini aty. Edhe nëse na shihni që na kanë pre e na kanë coptuar copa, ju rrini aty. Edhe nëse e shihni se kena fituar komplet, ju rrini aty. Derisa t'ju thojmë na me zbrit. Kjo është urdhni i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në vendos sahabët aty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me tjertë ka luftuar poshtë. Në fillimin e luftës, sahabët kanë fitu kundra mushrikëve në Uhud. Sigur që kanë fituar në Bedër. Edhe mushrikët kanë ikë. Edhe sahabët i kanë shku mbrapa. Kur u kanë shku sahabët mbrapa, këta cilët i kanë kodër, tash kanë nisë me fol me mente veta. Fituan. Atëre po zbresmi. Po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos më zbrit. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tash bëhet me neve, ju aty me net. Pse mos zbritni? Tash në momentin edhe së të kësaj dite edhe deri në ditën e Kiametit, kur devijojnë besimtarët devijojnë momentin kur nisin me komentue hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndryshe për asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po e lexojnë hadithin për çështje të caktuar, edhe i thuhet ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, qoftë hadithin Buhariu dhe Muslim, edhe thotë, po hadithi është kështu, po çikto është devijimi, por hadithi është tu dhe pikë s'ka ma. Po është e vërtet një hadith mirë, po ka dhe disa, nuk ka kur gjë ma. Idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kur Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë saktuar diçka për një çështje, nuk mundesh me thonë, po është hadithi është e vërtet që është mirë, po çka mirë po? S'ka mirë po mas hadithit. Po që fituan këta fituan, po ti rriq aty. Atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne që aty, po rriq aty. Edhe nëse farohen krejt sahabët, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta ju rrini që aty. Këta ku kanë gabu sahabët? Kanë gabu se s'kanë nejtë që aty ku ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por me mendit tynve, atëre ka thonë, do mi do bia, nështë ta këshire këta fitun, ta është mos i fitun këta, na pse do të me nejtu, na këna pas me nejtu, mirujt nëse vinë qafirat mirë, po ata e fitun luftën, atëre pse këna, kitë me men është kjo. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ndryshe. Në transmetim tjetër, një rast tjetër kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar me fol me agent. Dhe hadithi është i saktë. Allah subhanahu wa ta'ala e ka caktuar një vend në kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shku me fol me agent. Për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar edhe për njerëzit edhe për agent. Agent deri në ditën e Kiametit e kanë pejgamber Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që ata që janë musliman. Edhe e kanë për detyrë me pasu me ndjek, sikur që e kemi detyrë me pasu dhe me ndjek na. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një kohë me shku me fol me ta, Allah subhanahu wa taala ka caktuar me shku me mësue fenë dhe pastaj ata me vazhduar të
popujt e tyre me shpjeguar fenë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nis me shkua ka marrë edhe një sahabi me vete. Derisa ka shkuar në një vend. Kur ka shkuar në një vend caktuar në tokë, në zallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bënë rreth. Edhe ka thënë sahabiut hin që të rreth. Unë flas me gjend. Çka do që she ti mos të vis për që të rrethë. E thot sahabiu, unë hina në rreth. Kur shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur një zhurmë, edhe ka ardhur një diçka e çuditshme që kanë ardhur dhe gjend në formën sikur më konë zjarr. E thot sahabiu, o tuta se ndodh keq Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto ka pas tutën, na më konë shpitut për veti, po na kanë neve nëse. Sahabiu së tut për veti. Sahabiu ka pas dert çka po bëhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot edhe kur kom po atë ngjarje që i ndodh për rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa të kom dasht me dal edhe me e mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shish ka është sahabiu. Me dal për aty, ti shka mund është me mbrojt? Çka të mund? A mysin këto, shka qefi maraki këtina me një mund dishka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mos po i ndodh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dishka keq. Thot, kur kom dosh me kalu vijen, më kalon mend që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e kalo vijen çka do që she. Kanë thonë komentatorët e hadithit me pas kalu vijen, ky kishte vdek. Po atë ka thonë pejgamberi sa mos e kalo. Rri. Po edhe mos po mytet pejgamberi sa, unë të mytet, atë ka thonë ai rri çati Allah. Se këta bojnë kufrin për kur gjë, për 5 herë me fitue. I rren, kena me thonë diçka, kena me të bëjë diçka, kur gjë heq, qafira bojnë për kur gjë heq. O kur thonë, në kundërshtim bojnë me ata që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kundërshtim bojnë me ata që ka thonë Allah, a do thonë se mos përfitojnë, nashta na japën neve në xhami, nashta na bën në shamin, ose të zhvila e kur gjë heq. Jo me të thonë një diçka. Edhe çka do fetare që ta jep qafiri, aja zvin kur gjë heq. Më ka leju qafiri më falë, më ka leju qafiri më agjeru, për shembull, një të mirë fetare, po na jep qafiri, po kjo s'vyn kur që heq. Jo një të mirë, po më myt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse hadithi thot mos se bën çeto, nuk dush me bën. Më myt krejt sahabët, nëse Allah thot mos e bën çeto, ti nuk dush me bën. Çka do që ndodh me neve, ju rrini aty. Ata i kanë po opinionit, me i myt kret, rrit një që aty. Po pëse shkon në minimum? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një që aty. Nuk ka logjik ma. Mase që të vinë teksti, nuk ka ma vend për mendje, për logjik. S'ka me thonë, nashta më duket mua që shto. A ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrethin, po. A ka thonë mos lëviz për që tuaj, çka do që ndodh me mu, po. Rri, mos lëviz. Se nëse lëviz, ka me të kap fitne. Pse ka me të kap fitne? Se ke zbatue urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahu na ruaj fitnja më e madhe është me deviju për fejes, se shumë njerëz e kanë mësuar librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë thirrë përpara në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i shem me kalimin e kohës, thirrin në për kufre, rrin me qafira gjithë ditën, kënaqen me mushrikin. Ku është defekti? Defekti është se këta dikon kanë shkel mbi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zagu, azagha Allahu qulubahum. Kur e kanë shti hilen ata në fe, Allahu ja ka shti hilen zemrat e tyre. Nuk devion njeriu veç qashtu, që shkesh mirë veç kur devijovas. Nuk është e mundshme kështu hiç. Por bojnë hile në fe derisa Allah subhanahu wa ta'ala vqet devimin haptas. E njëjta gjë ndodh dhe me gjunohe. Një pjesë e madhe komentatorëve të Kur'anit
Në shpjegimin e fjalës se Allahu subhanahu wa taala në gjalën e Ademit alayhis salam dhe Havës, falamma akala, kur e kanë hangër pemën, bedet lehuma sawatuhuma, ju kanë zhvesh teshat. Ademi dhe Hava në xhennet kanë pas tesha vesh. Burrë gru, që do mos me pas kur gjësu kon. Megjithatë, asnjë njeri s'ka ekzistu, Ademi dhe Hava vesh me tesha. Se logjika është njerëzit më kanë të vesht. Kur e kanë hangër pemën, sa të Allahu ju kanë zhvesh teshat. Pse ju në zhvesh teshat? Po ki bo diçka se këshin hek teshat më konë. Kanë përmend komentatorët e Kur'anit, kur të shifni një grua që është e zhveshur, dine se nuk është gjunahu i vetëm i kësaj që kja. O ka bo aja, ka tjera që ka arë në këtë ditë. E nuk është e moshme të kore dhe vash me vesh del një ditë e nuk dhe me gjysën e trupit zhvesh. Së është e moshme kjo. Po, tu bo gjuna, tu zhvesh. Tu bo gjuna, tu zhvesh. Tu bo gjuna, tu zhvesh. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt e ka thujt lavira ato të cilat lyhen me parfym për me shkuar në xhami. Janë që ka bo moralitet, por pjesën cilës i takon nuk ka të drejt një besimtare me u ly me parfym me shku në xhami, pastaj gjatë rrugës me një njerëzit erën e saj. Ti nëse veç të shkuar me një kap në xhami e lime me parfym, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mallkon. Po me dal e zhvesh gjysa e ma tepër. Shka po të qenë ty me qitë parfym për më shku në xhami? Ka një pyetje diçka. Çka po do me ba më këta? Shka po do me ba që këtë dalë nuk dhe kështu? Dhe këtu që këtë rezultat nuk ka ardhë, ose nuk i vjen sot për sot, ose nuk ndodh një besimtare të konë me një kap, veç këtë ta shefsh një ditë, del në rrugë me gjysën e trupit të zhvesht. Nuk ndodh kjo. Për shkën ka dalë. Njere e hek pak, njere e bon një lëshim pak, njere e bon një përmirësim pak, njere e bon një zbukurim, hajt, deri sa vjen momenti që bëhat sigurat të tjera të devijuara. Edhe njerëzit që e kanë mësua fenë, edhe së të jenë të devijuar, kur s'devijojnë prej të u konë mirë për mak, u bu keq. Ka pak. Tu lëshue sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tu thonë hajse në ashtë kjo së shku gjo, hajse edhe këtu kena një dobi, hajse edhe këtu kur dhe shef një dit, në gjithë shka, thirë vetëm në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo. Atëra që është shumë serioze, sa që sahabët, kur nuk e kanë zmatue në përpëkej ato që i ka urdhnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ja ka quë në dëshkimin. Edhe sahabë më konë. Edhe të luftuar në Uhud bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me mendim të mirë se u krye hiç s'ka. As mendim, as kur gjë, kur thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka aty diskutim për këtë. Lutna Allahun subhanahu wa taala që më na mësuar në zemrat e tona, në mendjet e tona, kur thuhet ka thon Allahu, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më na shku mendja më për në zgjidhje tjetër. Veç çashtu që ka thon Allahu, që ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë sa kena mundsi, për shkak se Allahu nuk e ngarkon për te mësive që i ka. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.